أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم falenderojmë për ti falët dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala. E udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humbur sa të sinë rend humbur, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Familjen si të pasë, shokëve ti të ndershëm dhe gjithë atyre që të ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmërim, lënë radhë të parë, që përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Kemë arrit tek aktivitetet ushtarake pas marrëveshjes së Hudejbijës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas e bani marrëveshjen e Hudejbijës, ishin disa aktivitete që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam realisht dëshironte me i qiru hesapet me disa armiq tjerë, pasi një prej armiqve kryesor që ishin Kurejsh me ta boni marrëveshje që 10 vite të ketë anpushim, të ketë marrëveshje. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u drejtoi një ekspedit apo lufta që shnitet Gazwatul Ghabe au Gazwatu Dhi Qarad. Me këto dy emra njihet ekspedita e Ghabes apo Dhi Qarad. Këto janë fushata ushtarake që e ndjekin një grup kriminalësh të fisit Banu Fuzara, të cilët ishin kusar, ishin cuba. Edhe ata e pengojshin lëvizjen e muslimanëve dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vendosi që ata me i qeru hesapet me ta. Edhe kjo është një prej ngjarjeve, po unë nuk du mu ndalë, se kem thonë nuk mundem mu ndalë, me bom janisë mu ndalë nëse cilat ngjarje mënyrë detaje, shkon kjo zgjatët shumë. Qëllimi është me marrë një informat përgjithshme. Ajo që ka du mu ndalë ma shumë sonte inshallah taala është betejë e Khajberit. Edhe nëse mbrim me marrë Gazwatul Mu'ta. Betejë e Khajberit dhe e Wadi al-Qura. Betejë e Khajberit ka ndodhur në vitin e 7. Khajberi larg Medinës është 70 apo 80 milje nga ana veriore. Sot Khajberi është një fshat me klimë të rëndë dhe jo të shëndosh. Shkaku i betejës është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që thash kur u siguru me një pjarmiz vet që ishin Kurejsht. Atëherë mbeten edhe 2 armiq tjerë që ishin hebrejt, që erdhen Beni Quraidhan e binden çka me trahtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam luftën e Hendekut. Edhe ishin fiset pej arabëve, pi fiseve Gatafane dhe tjerë që i bëjshin probleme non stop pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi që me shku me qeru hesapet me këto 2 grupe. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam unis edhe zotën lufta e Khajberit ju është premtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Kur'an surën Fath, ku thot Allahu te bareke wa taala, Allahu ju ka premtuar plash të begat që do të fitoni, e këtë ju shpejtoj, do të thot, jo shpejtoj juve. Pse se që kemë thonë luft dhe marrëveshjen e Hudejbijës, marrëveshja e Hudejbijës ishte një farë lloj thyrje e moralit të muslimanëve, po, sa ato kushtet që ishin vendosur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe Kurejshve, plot pi sahabeve si Omeri dhe të tjerë ishin në disfavorin e muslimanëve. Realisht marrëveshja e Hudejbijës ja hapi rrugën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i qiru hesapet me hebrejt e mbetur çka ishin atje me fiset apo bedevit, nomadet pe arabëve që i bëshin probleme, po të njëjtën kohë boni që mu forcu dhe me ardhë mu shliru tani çka?
Mekja, se pas ngjarjes Khajberit vjen Gazwatul Mu'ta, pas Gazwatul Mu'ta vjen, do të thotë vjen edhe shlirimi i Mekës. Shlirohet Mekja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pasi që edhe qështa shumica e mufesirinve thojnë se Allah subhanahu wa taala ka premtuar në këtë ajet, në ajetin 20 të surës Fath, ja ka premtuar Allah subhanahu wa taala fitoren e Khajberit, apo plaçka që do t'i merr në Khajber. Numri i ushtrisë muslimanëve ishte 1400 ushtar dhe 200 kalorës me kuaj. Këto është një lidhje mes munafikave dhe hebrejve, dhe mbajnë në mend dashurit e mi. Çdo kur muslimanët dojnë mu qunë kom, dojnë mu bo bashk, dojnë me e bon një punë të madhe, me njëherë aktivizohen munafikat. Mos e harroni këto. Aktivizohen munafikat me armisht e muslimanëve. Kjo është gjenerat pas gjenerate, vetëm se emrat ndrohen. Munafikat e kishin një lidhje të madhe me hebrejt. Ata punonin, e në kryet tyre ishte Abdullah ibn Ubeji ibn Selul, ja dërgojnë një raport e dërgojnë në Khajber. Tha se Muhamedi a.s. është nisur drejt jush, kujdes, tha se aje ka një ushtri. Po të njëjtën kohë që çfarë idioti, tha, mos u friksoni, se dhe keme qkami që ruhe sapet, na kena thonë, ajo urejtja që i del ke këti kokës munafikave, Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, ishte se aj pretendojnë Medinë më vonë mbreti Medines. Ora pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja prishi matematikat. Edhe ai vazhdonte non stop me ushqy urrejtjen ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe u mundonte me çit pilos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, saqë ai ishte edhe ai i cili i nxiti Kurejsh me ardh me bo luftën e Ahzabit. Në çdo formë u mundonte me shkatru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi mu përgatit për këtë luftë. Shkoj se Khajberi, dashurit e mi, kishte 7 fortifikata, 7 kështjela, se cila ishte ma e përgatitu se tjetra. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me strategjinë e tij ushtarake i shkatru që të gjitha këto të shtatat. Po këto është interesant me përmend momentin në prag të betejës, para se me nis lufta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kena me ajep, tha nesër, flamurin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, flamurin që e kanë bart musliman, thot një njeri që aje donë Allahun dhe dërgumin e tij, dhe Allahu dhe i dërgumi e dojnë ato. Sahabët, që ata 1400 që ishin edhe 200 kalorës, i kapi, do të thotë sot që thuhet, të natën s'kan flerit. Kuj ka me ajep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nesër? Nisën me jep mendime se cili. Tha ka me jep këti ka ati, si ndish nuk unë zishin rahat. Të nesër me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thiri tha, kur agoj dita tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku është Ali ibn Abi Talib? Ku është Alija? Alis i kishëra një smundje, edhe këtu ka ndodhur një mrekulli për mrekullive, e ka kap promoa janë në sy, edhe ka një syt më ju mbyll. Ati si në formën, e këpa njeri kër i bonë si loj skluba që thujmë na, e këpa shkon janë mbyll shqecimin. Edhe Alija e ka pa që së është në gjendje me dalë ashtu në luft, ka mbet në shatorin e ti. Ka thonë, ku Alija? Ka thonë, Alija përënkon, ka thonë, Alija prej dhimbjes të syve. Tha u ka i dhem syni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ma sillni Alin këto. Kur erdhi Alija radiallahu anhu, e prun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mor, tha, dhe ja fërkoj syt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja fërkoj syt dhe ju lut Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Alija radiallahu anhu, vallahi, thot mu largua jo si mos me papas kur gjëhiq.
Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: Ja Ali, tha merë ushtrin, lëshou ka daldale në fortifikatat e tyre. Apo ndëgjej me vëmendje. E para gjë tha, thirin Islam. Thirin Islam. Nëse e pranojnë Islamin, ata janë vëllezër tonë. Nëse ata nuk e pranojnë Islamin, atëherë vazhdo të thotë me luftim me ta. Edhe i tha Alis radiallahu anhu që i tha, edhe ky vallahi billahi që ky hadith duhet me na bu neve, me na nxit. Me na bo prej atyre që më u dashuru, që për fat keq isha shumë musliman sot, shumë prej muslimanëve da'wan, thirrjen në rrugën e Allah subhanahu wa taala, po duket na kanë ndërzu këtë neve hoxhallarë, ai ti hoxhallarë dhe që po ai thonë unë s'jam hoxh, nuk po thot me kur kushty me dal me na kallzu çka ka thon, apo me bëna bu dallimin mes koleksionit Imam Buhariut dhe Muslimit në mes të kushteve të hadithit, cili ka kushtet më të forta ato se s'din me boti ato. Po Allahu më rreth ka obligu ty edhe mu. Ka thonë Allahu, i ka thonë në mënyrë direkte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në mënyrë indirekte se secilit prej neve, belligh ma unzila ilejk. Kumtoja u njerëzve ata që tu ka zbrit, ke obligim ti më u kallzu njerëzve fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e sidomos kur janë pyetje familjarët, kur nana, baba, vllau, motra, daja, tezja, që kujton që hoxha duhet marrë me ta mi ti boda vet daja stande të standa. E mi që standa. Po, hoxha, që shkutë me i boda vet daja stande, mi që stande, babe stande, vlau stande, e merë me vetin dërë që tu po. Ndryshe në smundem, veç në një rast deke, gzimi me orë, me nathirë me orë, dhe tanë që aty me shfrytzu pak minuta, po, ti ai cili duhet me bo këtë punë. Ti ai që duhet me ja mësu, me i thirë, me i afru njerëz. Për çka? Për çeto që u përmend në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i tha Alis radiallahu anhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Ali, la yahdiyaka Allahu, nëse Allahu bohet, Allahu e udhëzon, ti bosh sebeb mu udhëzu ndonjëri prej tyre në Islam, khairun leke min humurin ni'am, është më khajr për ty se me qenë ti pronari i aty në shtallave të deveve të kuqe. Devet e kuqe në kohën kur po flasim na në vitin e 7, çka ka ndodhur në vitin e 7 të Hijretit. Kjo ngjarje ka ndodhur para 1440 viteve, gjithsesi. Për çti do kiki që po flasim. Jo 1440 vite. Ne na shtash vitin 1447. Edhe vallahi biloj shumë du me jep një porosi. Ka për mërë mësoni mi përdor vetën, familjet e juja. Vallahi pleshton jën kënd bekum. E kanë ditë kur Rabiul Awwal, kur Rabiul Thani, kur Muharram, kur Safar. Që televizionin aty do pekëshyri, stash më të pekëshyri. Alhamdulillah, televizora për shkak Allah i begatoft ata që e kanë mbaru këta udhën. E kanë vënë datën Rabiul Awwal me ditë. Sot do në 29 apo 3. Për çat 29 Rabiul Awwal, vitin 1447. Data 29, do të me ditë o i dashur jam. Me jam mësu fëmijëve. Vetës me jam mësu, besa ndoshta kish me qenë sfid me na thonë ai dini mujt, sipas kalendarit islam. Ai dim. Do të mësu mos i defsh. Pleshti kanë ditë vallahi billahi. Tallahi po, se kanë punu me din. Kur na gazhdiket kalendarin e mushrikinëve, kalendarin gregorian, që kalendarin gregorian, krejda u dhanë edhe, dhe thasdi une, po i dashur janë. Nuk del për dinit, jo, s'del për dinit, po, du të mu mësu. Dhe më thonë, vitin e 7 ka ndodhë lufta e Khajberit, para 1440 viteve. Po flasim premtimin që e ka e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ali, tha, ma khajr për ty është, mu udhëzu një njeri, me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, me praktiku dinin islam, se mu kondi pronari i shtallave të deveve të kuqe. A ti shka kondi devja kuqe në të ko? Ka njerë disa pej neve, pej o gjallarve, kur e spjegojmë, të thotë, si mu kondi pronari, për shabu, thot, i Mercedesit. Jo, hoq, gabi me ki. Jo. Devja kuqe ati zemoni, o konë udhtimi i mjetit ma i shtrejt dhe ma i miri. Që
Cili është udhëtimi më i mirë dhe më i shtrejti në zëmonin tonë? Ha? Aeroplani. Ha, si më konë pronari aty në Boeingave, ha? Boeinga, apo? Boeingave të maj. A do në më konë pronari Boeingave? Thiri njerës të fjallën la ilaha illallah. Banu se beb mi udhëzun njerës o të dashurit e mi. Wallahi billahi ka pas muslimon të mirë të hershëm salafus salih që në shku me qindra kilometra për me bartë mi mja mësu njerëzve fejnë, mja mësu fjallën la ilaha illallah. Ndërsa neve sot Allah në ka letësu qeve, pa e bëj një vrejtje të vogël, pa mu i dhu jo e tjerë që po në ndëgjoni që kanë me ndëgju. I shaj për shembull disa kanë njerë ja qelë Facebookin e ti, shaj atë jetës islamjetit e të imanit Facebookit ti stja, as Twitteri ti, as Instagrami ti, as TikToki ti. Që të bënja jetë që aty ka njerë. Që të me të vërtet me përmendje në Allahut zemra që të sohën. A më shumë si do tjerë, edhe po, edhe do mi vrejtë, do ka njerë te për shtypjen me t'ja bo blok në Facebook. 500 hadithe në ditë, që ka dole burë, se nuk o puna t'i është posta. Me ka jarë. 1, 2, një thonje të mirë, një ligjerat, musliman ka njerë për, po më vjen keq që po thonë, vallahi billahi po, pasha Allahun për veti po flasë, vallahi billahi tallahi, që ku është të rijan laja, është që i më këqyrë to, unë e kanalet e mi, edhe pse i kom të pëllëtsu me marë pare, e këtë pësvarin pare për këtë nësën e. Ja bot like, që ka bëj për veti, po më vjen një nati, kër e shë, nuk shpërdojnë ligjeratat e gjallarëva, pëtonë. Po s'ma përtojnë edhe like me apo prej? E ndoshta te shpërdon një ligjerat dvogel, që një porosie ka e pa i hoxha i caktum, bo ma ki dikush e ndëgjan që ata dhe me që ata udhëzohet. Pasha Allahun, këto veç për apërmendi si mi unëzit, vallahi, billahi, tallahi, komplot vlazën që kanë ardhë verës, as jem njoft ta shkuri kanë dëgju, thotë, Allah hoxhi kom dëgju ligjeratat. E kom pate filoni që e ka shpërda ligjeratën, më ka përqyra, po du marrë veç me pa gjamin. Ndo shta dikush në ndëgjan, o Allah vjem, wallahi, billahi, a din si mundesh më konë ti në gjomë atje, e dikush ta qënë se vapit të flejt ty. Më su po këpras për vetë vetën, tonë dhe, i tha, o Ali, tha, nëse Allahu e udhëzën një njeri, edhe ti po është sebeb më udhëzua njeri, pre Allah të barek e vëtala, është ma kherë për ty se me qenë pronari i shtallave deveve të kuqe. Edhe Ali radiallahu anhu e mërë këtë porosi dhe unes, edhe Ali radiallahu anhu në këtë luft kanë të regu heroizmat mëdhaja, sa që desa e kanë pru hesapin, sa që hebrejt e panë që s'munden mi bo bal luftës pejgamberit s.a.s. Edhe u dërzun, edhe vallahi billahi, këta zionistat kër t'i shohin musliman që jo në mbledha vodan, vallahi billahi gjubi si kap. Se nuk ka njerëz matuca se ta. Pasha Allahu që është një, vara bilkabe, pasha Zotin e qabes. Nuk ka ndër popull matuca se ta. Që në Gaza që auto ndodha atje, gjenocidin që në të e bo, a ma dhalik me bo me pa raporte që ka, pe ushtarve të mbyt veten, plot, po im shefin, si kalzojnë. A realisht në armatim, mos të flasim për atë punë. Krejt, po flas kushtimisht, krejt shtetet e furta me ta jun, da jun haptas, da jun bazareve. Armatim sot dush, ama ma tuca zgjen. I tutet ati fmis me gur, ka plët video, vallahi billahi. Aj me arma e fmija me gur. Edhe, pejgamberi s.a.s. pasi hecin musliman e shojnë jahudit se hebrejt e shojnë se po hupin atërë vinë me bo negociata me pejgamberi s.a.s. Tha dojmë me bo marveshje, me lind një kontrat, mos me imbyt, thot hebrejt cilët gjendër në fortesa, me kush që ta braktisin ata hajberin dhe trullin e ti, me vete mund të marim vetëm familjet, tha, vetëm familjet ndërsa, të lini krejt që kanë pas pasuri, krejt që kanë pas me ilon aty. Sa që e Budavudi e përmen një transmitim që përdu me lezu para juve, që ndronë qartë, se ata thot e kanë lejua, e kanë lon hajberin, dhe kanë lon gjithë shka ka pasë në ta. Edhe kjo të delën pa,
Fjala Allahut ku ka thonë se Allahu ka mja lon pasurin e Khajberit, kanë me fitu musliman, kanë marrë plash të madhe domethënë të luftës to. Ndërto ka ndodhur një ngjarje tjetër që ka ndërlidhet në Khajber që ja vlen me përmend, është martesa me Safijen radiallahu anha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka martu Safijen radiallahu anha në këtë ngjarje. Këtu ndodh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e martoi Safijen, vlen me përmend, e pa Safijes ju kishin nxi syni saj. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Safije, pse tha ki synin e nxim? Tha ja Rasulullah, tha në natë para se me ardhi jo në Khajber, tha e pash ëndër, që çfarë ëndër e ka pas Safija? Tha e pash një ëndër, tha se hana mëra mes dy komëve, më prehen mëra. Edhe shkova i kallzova burit. I thash e pash qëtë ëndër, tha më goditi boks. Në sytë tha, jetë të e shpresuti me pas burë të parin e muslimanve që po vjen këtu. Jetë të e shpresu ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë e martoi Safijen radiallahu anha në këtë ngjarje të madhe. Pastaj është një ngjarje tjetër që duhet me e përmend, është ngjarja e deles të helmume. E kipon me vlut këta që i këndojnë me vlutin, tha foli kingji mësë më hasë jo mëzi zërlisum. E kanë herë disa pi vllosnive tanë bojnë hajgare, mos bajgare sa haditha. Po e vërtet është. Se ka ardhë Zejnebja e bia e Harithit, gruaja e Selam ibn Mishkatit, mas parti kur u kry lufta, i ka pyet sahabët, çka i konda më shumë te pejgamberi alayhis salam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka kujt? Ka kujt krahun e deles. Ajo shku e ka marr helmin edhe ka helmu. E ka helmu ata dhe e ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hongër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka nis me mërtyp, ka nis me ndi çka? Iftësin, edhe këta e vërteton vetë para vdekjes. Në momentin e agonisë vdekjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jam ka ndi tha iftësin e helmit të mishit kingjit helmum në Khajber kur ja ka bo Zejnepja e bia Harithit. Atëre pejgamberi sallallahu po e mërtyp, i fol do të thot krahu i kingjit, thot ja Rasulullah mos mas jam i helmum. Disa për sahabeve që kanë hongër, ka pas këtoj kanë hongër, se e ka pru të tërën të helmun, kanë vdek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala e ka shpëtu me lejnë Allahut. Unë e di që ta shto kur e ndëgjon dikush mbas që ka dyshime vetë, që apo kallzojnë ta, wallahi billahi, ti se beson, po na e besojmë një Zot i cili është fuqia e tij është absolute. Është ngjarjen e madhe kur Khalid bin Walidi ka shkuar në pe luftave. Kjo para Allah e ka rujt një pejgamber të Zotit, po Allah i ka rujt edhe evliatet i irun. Khalid bin Walidi ka shkuar në pe luftave, edhe i ka thonë komandanti i ushtrisë mushrikimve, i ka thonë, o Khalid, nëse ti po pretendon ti se Zoti jot është i vërtet, çuka e ki helmin pije. Ama mos e bote kur pileve se të del do të pasi ti ka të madh për me po këta. E ka marrë Khalid bin Walid, i ka thonë Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Bismika Allahumma, Bismillah alladhi la yadurru ma ismihi fi shay'in fil ardi wala fi as-sama huwa as-sami'ul alim. Dhe e ka pi që është në dhikrin e mëngjezit. Kur e ka pi e kanë po, s'po i bën asnjë efekt, thuhet se gjysa e ushtrisë mbo musliman. Khalid bin Walidi. Nuk e di, këto që ka pe e thonë, për i referona, e kompon një video. Nuk e di për vërtetësin. Se s'du me ma marrë dikush to. Wallahu ta'ala alem, kush dikush për djemë vetri, dhe të hulum tanë, e kompon një debat që tash me një pastor për pastorëve në Amerikë.
të bo debat, ja për un pastori i hoxhës, helmin edhe e pin, prezencën e tij si ndodh kur gjëj. E kom po me përkthim në arabisht. Tash kush donte të lyp, nëse e gjen, mirë na bën, vallahi kena me marr, kena me qit në kanalin ton me përkthy, ship me po. Me syeshe. Edhe atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë i shpesoi u kthy pejgamberi sa pej Khajberit, të vrarë në Khajber nga dy palë ishin 16 muslimanë edhe 93 hebrej. Atëra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tu kthy rrugës u ndal në Wadi al-Qura dhe kjo është një ngjarje tjetër që nuk ka diçka që duhet me përmend tu besoj, po du me përshpejtu se po du mundalte Gazwatul Mu'ta. Gazwatul Mu'ta dashurit e mi është një ngjarje tjetër që ka ndodhur pas aktivitetit, domethënë pas marrëveshjes së Hudejbijes, është Gazwatul Mu'ta. Gazwatul Mu'ta ka ndodhur dashurit e mi. Kjo është një betejave të mëdha të vështira që muslimanët e kanë zhvillu, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e çoi drejt Shamit, e çoi Umeir el-Ezdin për me dërgu mesazhin të parit të Busrës, që në Sham. Një prej fisit Gassan, Sharhabil el-Gassan, dole dhe e more mbyti. Ky ishte alaati i romakëve. Atëre, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u mërzit shumë, edhe nisi një ushtri prej 3.000 vetave, i caktoi komandant, komandanti i parë është Zeid ibn Harith, nëse vritet Zeidi është Ja'far ibn Abi Talib, nëse vritet Ja'far ibn Abi Talib është Abdullah ibn Rawaha. E nisi ushtri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur mbretën në fshatin e quajtur Mu'ta, Arabt krishterë që ishin fisit Gassan me romakt bizantint u bon 200.000 ushtar. Ja Allah, 200.000 ushtar me 3.000 u mbledhen 200.000 ushtar. Do më thonë, diku parafërsisht ma shumë se 70 veta, nëse zgaboj me llogarit. 70 veta, me 70 veta një njeri u duhet me luftu. La Allah. Shtash me to 70 veta, veç ka herë ka i shumlok me ta hit të rullovin. Para me ndo të 70 me shpata ndorë me të mësy. Që ata orë në transmitim, thot, kërë bo safat me fillu lufta, Ebu Hurejra radiallahu anhu një pejtëne, kër i ka pa 200.000 njerëz, da po flasim për një kohë para 1440 vite, popullsia ka qenë shumë 200.000 ushtarë. Kërë pa është shtan, ka thonë, ja Allah, me qëta kene me luftua? Një pisabëve ka thonë, a po tut është ka Ebu Hurejra? Ka thonë, ja Allah, ja, nuk jam tut, po kur syn jem nuk ka pa ka shumë njerëz. Edhe me ta, edhe ka nis lufta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi alayhi salatu wassalam ish unë në gjamin e ti, edhe Allah subhanahu wa ta'ala këtë e ka bon një mrekulli. Ja ka qitë luftën e Mu'tas, atë si kur të ulem musliman sot kërëshojnë Barcelonën me Realin, televizor 4K, 8K, qashtu në 8K i ka dalë, po thamë kushtimisht, lufta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ka pas që shkondot lufta. Edhe sahabët jo mbledh rreth tij. Subhanallahu, veç kjo është çfarë dallimi. Muslimanët në Medinë jo mbledh rreth Resulullahit për me marrë lajme apo triumfon ushtria muslimanëve atje, sa muslimanë mbledhen në rreth atij katër çoshit avoton me aplauzu për mushrikint. Dallimi malla, pasha zote po, dikush me bo tifo për Khalid ibn Walidin, apo dikush me bo tifo për, mos t'ja përmendi emnat, për me rrit pastërtinë e xhamis. Zoti na drejtoft, mu që po flas dhe juve që po ndëgjoni krejt se krejtja na boj ptilapi kësaj. Krejt një veç kanë Zoti e kam shëruar dhe ata do që jon që skqyrin futboll nuk që e kanë lopë për haramit, po jon do me vëmë ju lut në bar zorit i qesin, ju që ato se kanë gojle. A do të tjerë jon Allahu mustan. Ata dashurojnë edhe armiqsojnë për ekipin. Me ashojt Barcelonën sytin zirë, ose Real Madridin.
Ndërsa dalin atje e pot para do ditëve që dulen atje në një shtet për shteteve të kufrit, dulen edhe çkytën flamurin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, çkytën flamurin e Palestinës do mushrikin. E keni po? Po se shohim në këto si shohim, ja. Me bo me vetë që ka bo reali, kejtë e dim këto. Zotin a falë të në drejtot. Atër pejgamberi sallallahu aleyhu wasallam, ole dhe për rëthi ishin sahabet, gratë sahabeve, fmit, ndëgjëshin, dikush e kish burin atje, ja Allah, baben, vllaun. Pejgamberi sallallahu aleyhu wasallam tha, që ta shta unë zej lufta. E ka rajen, flamurin e ka, tha, Zeid ibn Harith. Fakat kutil, tha, u vra Zeidi. U mërzit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Tha, tash e ka marr flamurin Gjafar ibn Abi Talib. Tha, luftoja, Gjaferi ku shkon? Gjafar ibn Abi Talib. Dhe më thonë djali migjës pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Gjaferi. Tha, edhe Gjaferi tha u vra, e Gjaferi dashurit e mi, Gjafar ibn Abi Talib, i kanë gjasu shumë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur është vra Gjaferin luftën e Mates, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka nis me kajt, o mërzit shumë për Gjaferin, edhe o shku te shtëpia e gruz Gjaferit, mi kallzu se Gjaferi u vra. Ata fëmit e Gjaferit kur e kanë pa Rasulullah ka kujtu që erdë baba. Atë shumë i kanë gjasu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë vrapu me përqaf pejgamberin alayhi salatu wassalam. Atër e gruja vetë e kishë marrë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po bëjke ushqim gati të prit, mos bëj kthehet buri. Çfarë gratë fira, ja Allah. Jo si da gratë zot pritojnë me i bo bura vetë buk me i bo. Ajo s'po dira po i vjen. Ama e ka orarin, erdh buri, seth buri, du të mja po buken. Gruja e mirë. Ama unë e di shtash kur të ndikë këto feminizë, dhe qere ka buke, pse gruja, pse mos mja po buri? Po me edhe buri mja po gruz buke, s'bëj kemet. Po Allah subhanahu wa taala ka kriju qashtu. Unë e di që ju s'keni qef qashtu. Unë e di që ju po të një grad me i bo bura, po s'mundesh me bo grun me punu bo shtel. S'mundet ajo, se kjo, a e tha barazia, për cëllën barazi, islami se pranon barazi, në dashurit e mi, në islam s'ka barazi. Me zgrusë dhe burit s'ka barazi, në islam ka drejtësi. Se ajmi i ka 50 kg mil, zoti se ka elon gruja me i ka, pe ka elon buri, që kjo drejtësi, nuk ka barazi kjo. Barazia, ti ka barazi, ajo në bëu shtel, 2 zoll, 1 cement, duhet 2 me kacia. Nësë të në barazi, ai hypa të në mëhet kulbet, a dhe po të ja di që do me hypa mëhet kulbet, atë dhe për tokë, po marri në thu. Si kalon Allah subhanahu wa ta'ala. Po islami ka drejtësi dashurit e mi. Drejtësi. Atër pejgamberi s.a.s. i tregoj edhe u mërzit fort, u këthy pejgamberi a.s. Tha e tash ta e ka marrë flamurin, udhëheqjen e ushtrisë muslimane ka marrë flamurin, tha Abdullah ibn Rawaha. Edhe Abdullah ibn Rawaha tha qad qutil, edhe ai dhora. Heshti, tha pejgamberi s.a.s. Heshti, amma l'ana, tha, e soj për këtë tash, tha, e ka marrë, tha, flamurin, udhëheqjen e muslimanve, Sejfullahi l-Meslul, shpata Allahut. Khalid bin Walidi, ati sa i ka pas islam dashur dhe mi, Khalid bin Walidi, kër e ka marrë epitetin shpata Allahut. Vetë 6 muj. 6 muj dit la ilaha illallah. 6 muj dit islam. Shpata Allahut. Qa më në thonë mërë neve, ku ka njerë pasha Allahun, vëllaj billaj se më të lujtë modestin. Pasha Allahun ka njerë mu që shu ka hi friga, për vetën mas parti për logariti, po tu do më thonë, mos na ka kriju mërë Allah subhanahu wa ta'ala, me na gjytë në gjehenem që ati mu bo lënë djekse, se jedeni njerës dhe kurt, jo në lënë djekse të gjehenemit. Që 30 vjetë falet, a u dollë, hala surën, që 30 vjetë falet, hala kuraz të bilizu, që 30 vjetë falet, hala gjuzin ambe se ka mësu, që 30 vjetë do më thonë falet, hala namazin nuk e falë që duhet. Me po me i thonë, me marrë një sondash me bo, cila është doaja hapse namazin që e hapë, thot, subhanak Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Mira, ka tjetër, tap, stop, u pi, nuk ka vol, i hupen volt.
A kur e vetë, çka ta mërmendja për filan djetone, çka dole se ajo është kështu, do dërwej bidaja, alizjet dole, falë për ata, falë për këta. Thushti, mashallah te barek Allah, ta në shpi kanë kry punët e të në krejtë. I kanë kry punët. Da kanë betë puna, ne veç me në kalëzu, filoni a ban as ban. A du të me marrë vepi filoni as duhet. Krejtë punë tjera i kanë po dëzë. Që njerëz jonë të navdekin vendin tonë, po navdesin po namaz, të speko, gojle ku speko. Që po navdesin njerëz në vendin tonë, po e kuptu fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Po, subhanallah, kur njerëz merren me sende, nuk kanë prioritete në thirrje. Prioritete në thirrje, me mësu njerëzve fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashurit e mi, në Mekë, kretë periudhën e Mekës, çka I ka thirrë njerëz? Në fjallën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Duhet me mësu, pa akide, pa tauhid, badihava mësoj ti ato thuj, ja tha, kjo bidat, kjo kësi, o mirë, o bidati, kullu bid'atin dalale, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon zgjon me xhenemit. E vërtet o po para bidatit duhet me mësu njerëz marrë la ilaha illallah, sakati kush la ilaha illallah. Ai nuk den andi ka ja kjo sururi, kjo hizbi, kjo këse, kjo ase, o dervish, mara dervish I akhiru zamanit. Ka për marëm se janë njerëzve akiden, ka për marëm se janë njerëzve fjallën la ilaha illallah që një pjesë e madhe e gjematit mi thonë cilat janë shtatë kushtet e fjallës la ilaha illallah si din. Po Zotin a falë të na drejtofti ja Rabbi. Tha e tash e ka marrë tha flamurin kush, tha Khalid ibn Walidi, Sejfullah il-Meslul, shpata Allahut. Khalid ibn Walidi, Allahi billahi, kanë herë dikush kur ndoshta më dëgjon, ma thonë që që shpija bëzare, po fol për të pasha Allah, që të jep bëzar, po, sunem shefi, pasha Allah, kur të foli për këta njerëz, pasha mandin e Zotit, aorta e zemrës më shkrijet. Me bon që të momente, me marrë me mamat, me makshur lojnë e gjakit, më del valloj dashni për sahabet. I du pasha Allahun edhe kur të foli për ta, I moni më rriti, të rritna, fluturaj krejta, u thonë. Që kë Khalid ibn Walidi, pasha Allahun këti metit për I mungojnë Khalidat. E dini veç për së s'kom qarë, unë e kom bajt, ma ka herë kush ka prezentu I regull ligjeratet e mija, e kanë dëgju ligjeratin e Khalid ibn Walidit. Këna folë për ta. E kem përmen kë buri madh, ja kanë nis romakt atje në kohën e Ebu Bekrit, vim se kena marrë, në bas kësaj keme spjegu khilafetin e Ebu Bekrit, inshallah ta'ala. Ja kanë nis romakt atje me I bo telashe Ebu Bekrit, ka thonë apo a? Qëta ka thonë ja u qej Khalid ibn Walidit, pasha zote dhe ata romakt kanë me I haru vezveset e shejtanit kur t'ja u qej Khalid ibn Walidin. Khalid ibn Walidi, kur kanë di mushrikit, so ka verë Khalid ibn Walidit, ju kanë put komt. Edhe Khalid ibn Walidi kur e morë udhëheqjen e luftës Mu'te, punën e parë ja nisi me I rështu safat me ndru. Boni strategji. Kur ja nisi me ndru strategjinë e luftës, thot e qenë një pjesë ushtrisë ka ana e djathtë e safit muslimanëve, kur ja nisën ata me sulmu, aty në atje 200.000, ja. Thanë, ja kanë nisë mi u arë ndima për ju vjen, tufa po vinë, Pej Medinës janë të ardhë, ja nisi me I kapdroja, ja nisi me ik. Edhe Khalid ibn Walidi, kër e pa që ata po tuten, pa e morë vesh që së mundet me ta 3.000 me 200.000 problem, edhe I hupi komandante mdhaj, nisi mu tërhek, e tërhek I ka të dole ushin edhe u këthyn Medine. Kër u këthyn Medine, Khalid ibn Walidi, dolen fëmit me I prit në hymet Medinës, ja nisën me I gjytë në kur. Ju thanë, ja Farrar, o Iksa, o që I farfmi, subhanallah I ladhin. Që që kanë duku, o Farrar, o Iksa, kër e diti pejgamber sa thonë, këta nuk janë Farrar, nuk janë këta Iksa, nuk janë këta dezertor. Këta janë ata që I kanë qëndru kësaj lufte, I kanë qëndru. Mos ju thuni, ashtu po thujni, o ju që I keni qëndru stojik luftës Mu'tes. Edhe këthy Khalid ibn Walidi, edhe kështu përfundon lufta e, apo
ekspedita dhe Ghazwatul Mu'ta, aty ka kem qelluar për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.